A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe së dashur, kemi folë dje diçka për tedebburin, meditimin e Kur'anit. Edhe thamë që sot do të folëm inshallah diçka sa i përket se si të meditojmë Kur'anin. Cila është ajo metodë, cila është ajo rrugë që ne do të më ndjek që më arrit deri tek meditimi i Kur'anit. Janë disa mesele, nëse i kemi parasysh, do ta kuptojmë edhe do të bëjmë më mirë tedebburin e Kur'anit. E para, pikë që është shumë e rëndësishme, ka thonë ulemaja, por me pas një tedebbur të mirë, duhet me pas iskat. Çka i bie iskat? Iskat i bie ti ta paraqitish veten pjesë e ajeteve. Shpesh ne kur folmi edhe përmendemi ajete, edhe përmenden gjunaqtartë, e përmenden munafikat, ne kretë mendja na shkon te dikush tjetër. Nuk na shkon mendja që ne mund të konë pjesë e këtyre ajeteve. Nëse do me pas dobi ajetet, duhesh me konsideru veten pjesë të ajeteve. Allah kur flet për munafikat, kontrolloje veten, mos je prej tyre. Allah kur flet për besimtarët, këshira aje prej tyre. Ai ki veprat e tyre. Pra më thonë duhesh me paraqit veten pjesë të ajeteve. Mos e përjashto veten. Edhe kjo ndodh shpesh ne kur tregojmë derse, tregojmë këshilla, gjithmonë na shkon mendja te dikush tjetër. Kur flasim për një jetën e pastër, na shkon mendja te dikush tjetër. Kur flasim për rian, sifatsinë atë dikush tjetër. Jo, fillimisht paraqite veten para këtyre ajeteve. A jam prej tyre apo nuk jam? Në këtë formë fillon ti me meditue. Kjo është e para. A ka argument për këtë mesele? Po. Është një rast interesant. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë kishte dalën prej shtëpisë vet, kishte qenë unët. S'ka hongë me ditë. Edhe rrugës e takon Ebu Bekrin dhe Omerin, radiallahu anhuma. Edhe kur i takon rrugës e pyet, pse keni dalë prej shtëpisë? I kanë thonë, ja Rasulullah, kemi dalë prej shtëpisë nga se jemi unët. S'kemi hongër me ditë. Pejgamberi sa se ka thonë, edhe unë e njëjtën gjë. Edhe unë kam dalë prej shtëpisë për shkak që jam unët dhe s'kam hongër asnjë send. Edhe shkojnë te një sahabi, ai sahabi i gostit, i pret, edhe ju jep ushqim. Edhe ju jep mish. A e dini se çka ndodhi pas këtij rastit? Pejgamberi sa me lexon një ajet, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Edhe pastaj do të pyetni ditën e Kiametit për nimetet. Kur e lexoj këtë ajet? E lexoj sa kish mbus barkin, me ditë nuk ishe hangër. E lexoj ajetin që më ja kujtu vetes falënderimin. E këtu është mësimi. Të është mësimi, a përjashtoj për veten nga falënderimi? Nuk tha vallahi, unë jam falënderues, unë me ditë s'kam hangër, pse më kujtu ajetin e falënderimit? Po përsa me paraqiti veten edhe e qiti para ajeteve të falënderuesve, që duhet me ja kujtu veten. Pra më thonë, kush do me përfitu nga ajetet, duhet me e qitë veten para këtyre ajeteve, mes me përjashtue. Nëse përjashton veten, atër më thonë nuk ka dobi. Tjetra, metoda e dytë, se si me meditu Kur'anin, është metoda me undal tek fundi i veprave. Shembull, munafikat ku përfundojnë? Në xhehenem. Besimtar ku përfundojnë? Në xhenet. Modon ti gjithmonë paramendoj veten ata ajete që flasin për besimtarët edhe ku përfundojnë në xhenet, nëse ndalesh me meditue rreth këtij realitetit, ka më të shtuar më shumë meditimi rreth Kur'anit. Tasi më thon fundi i gjërave të bën më meditues. Nëse ndalesh i mendon fundin, do të jesh më dhon ma meditues. Për të arsye më dhon, ka thonën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur lexoi disa ajetet e fundit të surës Ali Imran, tha: "Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Mirë për atë njeri i cili lexoi këto ajete dhe nuk u ndal të mediton. Mirë për atë njeri. Për të arsye këto e shohim nga hadithet e Islam që më thon më u ndalën dhe me meditu më thon rreth ajeteve që ne lexojmë. Kjo ishte metoda e para ishte ta qesmi veten para ajeteve,
e dyta ishte të meditojmë, e treta me radhë që është një mesele, dhe së dashur, është meselja ne me bashkëjetu me ajetet. Çka i bje me bashkëjetu me ajetet? Ulemat kanë thonën, të regot në një hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur lexonte Kur'an natën, kur lexonte ajetet e xhehenemit, namaz duke u falë thoshte A'udhu billah, o Zot, më ruaj nga xhehenemi. Bashkëjetonte me ajetet. Kur përmend ke xheneti, pejgamberi sallallahu thoshte, o Zot, më bën prej tyre. Domethënë sikur pejgamberi sallallahu ka reaksion apo ka bashkëpunim, bashkëveprim me ajetet. Është lexuar xhehenemi, ka thonë o Zot, rumbi xhehenemi. Është lexuar xheneti, o Zot, banëm prej tyre. Është përmend dënimi i Allahut për dënim popull, ka bëu dua o Zot, rum prej dënimit tënd. Domethënë nëse dëmi me përfitu nga ajetet, duhet me bashkëjetu me ajetet. Edhe kjo është formë e meditimit të Kuranit. Pejgamberi Allah ka thënë në Kur'an se si muslimanët e mirë bashkëjetojnë me ajetet, ka thënë Allahu, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, ata Allahun që përmendin në kam, wa qu'udan wa ala junubihim, edhe përmendin Allahun ulët, shtrit, edhe çka këta? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, edhe këta besimtarët e mirë meditojnë rreth krijimit të qiellit dhe tokës. Çka thon? Reagimi çka është? Rabbana ma khalaqta hadha batila. O Zoti i Madh, besimtarët thon, pasi që meditojnë, o Zoti i Madh, nuk i ke kriju këta rastisht dhe kot. Shiko Allah për përmend një detaj interesant, besimtarët e mirë kur meditojnë kanë rreth Zotit, ata reagojnë kanë më njëherë. Bashkëjetojnë me ajetet. Këta si më thonë, nëse dëmi me përfitu nga ajetet, dush me bashkëjetu me ajetet. Ulemati kanë përmend disa forma se si të bashkëjetojnë me ajetet. E para prej tyre kanë thonën duaja gjatë leximit të Kuranit. Shembull, përmendet xheneti. E lexon ajetin e xhenetit, thua o Zot, më bën prej tyre. Lexon ajetin e xhehenemit, o Zot, më ruaj prej tyre. Forma se si ne me bashkëjetu me ajetet është duaja. Ka një hadith tjetër me kur është përmend Zoti, kur është lexuar ajeti Sabbih isma rabbikal a'la, pejgamberi ka thënë subhanak Allahumma ya Rabb. Mund shiko ka bashkëjetu me ajetet. Kjo është e para. Mund me dua me bë dhikr gjatë ajeteve. E dyta, një ndër format e bashkëjetimit me ajetet është edhe të çajturit. Kur përmendet xhehenemi, çish bashkëjeton me ajetin? Pejgamberi shpesh edhe sahabët, kur është lexuar një ajet i xhehenemit, kanë nisë me kajt. Kam bashkëjetu me ajetin. Edhe kjo është një gjë që neve na mungon sot. Sikur ne paraqesmi veten jashtë xhenemit ne jemi. Sikur kemi garancë se ne nuk jemi prej tyre. Edhe tani ajeti nuk na bën dobi. Për këtë arsye një ndër format e bashkëjetimit me ajetet është ne kur përmendet xhehenemi, kur përmendet dënimi, me mësu veten me çajt. Këtë arsye thuhet në një fjalë, ka thonë njëri prej parëve tonë, mësoni veten dhe sytë e juaj me çajt. Se është një ibadet, Allah në shumë hadithe ajete ka përmend këtë meselë. Pra forma e dytë është me çajt. E treta, me bos sejdën e leximit. Qysh kur lexohet ajetet e sejdës, kena folë më herët, muslimoni shkon sejdë. Kjo është një çfarë lloj bashkëjetimi me ajetet. E lexon që Allah thotë bën sejdë dhe ti shkon sejdë. Pra më thonë sikur ti e jeton Kur'anin. Pra do është më thonë një formë. Tjetra ka thonë dietarët, një ndër format e bashkëjetimit me ajetet është edhe përsëritja e ajeteve. Shembull, e merr një ajet kuranor edhe përsërit një herë, 2 herë, 10 herë. Thuhet që Ebu Hanifja rahimullah edhe shumë tjerë me një ajet e kanë kaluar krejt natën. Janë dalë me një ajet e kanë përsërit tër natën. Shembull, merr një ajet kuranor ose 2 ajete dhe përsërit tër natën. Shembull, lexoj ajetin فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Lexoj një herë, 2 herë, 10 herë, derisa me fillu me shijue kuptimin e ajeteve. Pa më thonë kjo është një formë, më thonë me përsit ajetin, më thonë disa herë me ardhë deri tek kuptimet e ajeteve. Me ndiku Kur'anin zemrën tënde. Pra kjo është një formë. Tjeta me radhë 5 ka thonë dietarët, përgëzohesh kur përmendet xheneti. Kur
kur përmend besimtarët, hyrjen në xhenet ti kënaqur. Edhe kjo është një formë prej formave se si njeriu besimtari kënaqet dhe përjeton dhe bashkë jeton me ajetet. Edhe e fundit, kanë thonë dietarët, kur përmendet xhehenemi, kur përmendet dënimi i Zotit, do të aktivizojë frikën ndaj Allahut. Dhe thonë ndoshta unë jam prej tyre. Këta si mund të përmendet nga Abdullah ibn Abbasi, kur është lexuar ajeti që Allahu disa popull i ka bu majmuna, ka thonën ka filluar me qajt. Pse i ka bu Zoti majmuna? Ka thonë nga se kanë shkel kufit e Allahut. Edhe ka thonë nga se disa prej tyre kanë shujt, s'kan fol. Edhe ka thonë Ibn Abbasi, unë shpesh herë shoh gjunahe edhe nuk reagoj. Nuk ju tham njerëzve. Kështu që kam frikë, thonë mos më kohën prej tyre. Shikoj Ibn Abbasi se si ka jetuar ajetin. E ka konsideruar vetëm pjesë të atyre që Allahu ka mundësi me i dënu. Edhe për këtë si ata ka pas dobi ajetet, mësimet e Zotit, më nuk kanë pas efekt të madh. Pra kjo është një këshill, më thonë, një mënyrë, një formë se si ne ndalmi dhe të meditojmë rreth ajetit kuranor, inshallah. Vazhdojmë nesër me këshillat e radhës. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.